Në fund, edhe vetë Mehmeti nuk e priti atë ngjarje me një admirim më të vogël. Përkundrazi, ai e pranoi fitoren e periudhës, duke pohuar pas pak me shumë turp frikën e vet. Me të vërtetë, kur pa se fuqitë e veta ishin kthyer aq keq dhe kur dëgjoi nga Pasha tërë vargun e luftimeve dhe arsyen e Kërdisë, atëherë me gjithë se ndoshta mund të kishte shumë gjëra për të cilat me të drejtë mund të qortoheshin edhe kapetani, edhe ushtria, ai prapse prapi mbajti illur pa nxjerrë në asnjë fjalë që t'i akuzonte ata për fatkeqësinë e tyre. Ai mendonte se masat që duheshin marrë, lidhur me lirimin e robërve, dhe sidomos të Sanxhakut, robëria të cilit u kishte shkaktuar të gjithëve një pikëllim shumë të madh dhe një far turpi për shkak të titullit fort të lartë dhe të trimërisë së tij. Dhe kështu, pa u interesuar për të tjerët, u vendos lirimi i tij dhe i disa më bujarëve, me të holla që u siguruan si zakonisht nga faretifsi dhe arka shtetërore. Vetëm një gjë pritej që të caktoi shuma nga Skënderbeu dhe të vinte lajmi nga Epiri, se u siguronte udhëtimin pa rrezik atyre që do të vinin. Dy nga më të ngushtat e Sanxhakut të dërguar me kërkesën e tij nga Kastrioti, janë mbritën me kërkesë në dorë 15.000 florinj për lirimin e Sanxhakut dhe pothuaj 40.000 për lirimin e të tjerëve. Ato kërkesa nuk u hodhën poshtë. Megjithë këtë, përpara se të dërguarit të niseshin përsëri si delegacion për në Epir, Otomani, i cili ishte dërmuar nga tërë ato kërdira, po jo se kishte vënë mend, po e mundonte kot shpirtin e vet të sëmur dhe shumë shqetësime, ndërsa mendja e tij e pangopur për këshillime, po gjente dot karar në mes të mendimeve të ndryshme të purpurat. E palë gjykonin se duhe hequr dorë për hër nga çdo mendim për luftë kundër Epirit. Gjersa Sultani, i lirë dhe i shpenguar nga gjithë hallet e tjera, të mund të nisej vetë për shpartallimin e asaj gjendjeje me forcat dhe ushtrinë e zakonshme të mbretërisë. E të bënda të fushat qysh tani, si ishte në dobi të tij, për shkak të dëmtimeve që kishin rishtazi nga hungarezët dhe të turbullirave të reja nga Misia. E palë të tjerë, të cilët si largoheshin këtij mendimi, këshillonin me gjithë këtë se duheshin dërguar në tokat e mbretërisë ushtri të fuqishme, të cilat të kujdeseshin vetëm për të ruajtur kufit, por të mos bënin ndonjë veprim kundër armikut në asnjë rast, qoftë me dëshirën e vet, qoftë të ngacmuar prej tij. Shumë pikërisht për shkak të luftarëve të jashtme, e pan këtë udhës se duhej kërkuar nga Skënderbeu armë pushim për disa vjet. Gjatë kësaj kohe, edhe Perëndia do të merrte pakës frymë nga tërë ato repeshe, dhe ndoshta do të vinte rasti për t'i vënë atij zgjedhën. Sa për mendimin e dytë, thonë se s'mund të pranojë, për arsye se po të ishin të pakta forcat e dërguara. Të do të ishin të siguruara fare pak, sidomos nga pritat e njohura dhe forcat shumë të mëdha të armikut. Me anën tjetër, të dërgojë forcat të mëdha në një kohë dhe në një gjendje aq të turbullt dhe plot të papritur nga lufta. S'mund të hajë veç se me një dëm shumë të madh. Ky mendim i dobishëm e gjithë i ulët. Pak e nuk i nderonte, bëri shumicën për vete. Po në fund, edhe Tirani, ky mbret, ka më krenar, i cili shmangej për një kohë të gjatë pranimit dhe një dobësi aq të madhe. E pa to udhës me gjithë se i godiste keq në vesh se s'kisha asgjë të turpshme në këtë mes. Asgjë po shtronjë se në një gjendje sidomos kur të gjithë punët s'mund të kthyeeshin si duhej. Gjersa qëndronin në këmbë gjithë ata armiq.